Në një moment të mbushur me gaz dhe energji pozitive, atmosfera u kthye krejt papritur në fesë. 3 banorë ju afruan fjollës nga pas, duke e ndjekur me të qeshura dhe duke i kënduar me zë të lartë këngën e njohur, hajde halla madhe hajde, hynë në valle. Ishte një moment spontan, pa skenar, ku humori dhe shpirti i grupit dolën në pa natyrshëm. Fjolla, e kapur disi në befasi, nuk mundi ta fshehë reagimin e saj. E qeshura dhe mënyra si u kthye për të parë se kush po e ndiqte treguan se ajo e mori situatën me sportivitet dhe humor. Nuk ishte tallje, por një lojë e lehtë, një ftesë për të bërë pjesë e atmosferës së gëzuar që po krijohej në atë çast. Pas tyre, Labi, Alba dhe Benita ju bashkuan menjëherë, duke e ndjekur fjollën në të njëjtën frymë festive. Të gjithë së bashku krijuan një lloj kortezhi gazmor, ku kënga, të qeshurat dhe lëvizjet e lehta i dhanë momentit një ndjesi hareje dhe bashkimi. Ishte një nga ato çaste ku tensionet harrohen për pak minuta dhe njerëzit lidhen thjesht përmes humorit dhe lojës. Ky episod tregoi një anë tjetër të bashkëjetesës mes banorëve, atë të spontanitetit dhe të aftësisë për të krijuar momente të lehta, larg debateve dhe ngarkesave të përditshme. Një këngë e thjeshtë, disa hapa pas njëri tjetrit dhe një fjollë e ftuar të hyjë në valle mjaftuan për të kthyer një moment të zakonshëm në një kujtim të këndshëm. Në fund, ajo që mbeti ishte ndjesia e një atmosfere familjare, ku edhe batutat dhe këngët popullore shërbejnë si ura lidhëse mes njerëzve. Momentet të tilla, sado të vogla të duken, janë ato që i japin ngjyrë përditshmërisë dhe tregojnë se gëzimi shpesh lind nga gjërat më të thjeshta.